Miq të Piskut, ju përshëndesim. Ja ku ritakohemi sërish. Jemi me Aleksin. Është episodi i 9. Aleks, të falenderoj shumë për kohën dhe vlerësimin që ke për sa i përket hapësirës që na jep dhe gjithë atyre që na ndjekin që dita ditës po shtohen dhe është shumë e rëndësishme për ta theksuar që pjesa më e madhe e atyre që shtohen si ndjekës janë dhe njerëz që e besojnë këtë gjë dhe janë afër asaj se çka thua ti. E kam për kënaqësi që i pëlqen këto përgjigje që marrin që ndej. Edhe uroj që dhe në vazhdim të marrin sa më shumë informacione, se vetëm të vërtetën themi, s'kemi asnjë interes. Nuk kemi asnjë lloj interesi dhe kjo është më së e qartë dhe e pastër në ato si çka themi, nuk kemi fare as ngjyresa as politike, qoftë edhe interesa, le të themi, të asaj si çka është më e rëndësishme në këtë gjithë botën, si e kanë orientuar të, që kanë dëmtuar, le të themi, edhe të qenurit njëri, pra siç është futur dhe paraja, që po dëgjojmë raste nga më të shumtat që njerëzit deformojnë edhe mesazhin e tyre ose qenien e tyre vetëm nga interesat materiale, që quajnë të botë të përjetshme dhe harrojnë atë stacionin e fundit ku do të jemi të gjithë koshient që do të shkojmë tek ajo. Që sado që të para që të mbledhesh në këtë botë, në fund fare, domethënë do përfundosh ajo 2 metra dhe aty. E këta e harrojmë neve, se na ka dehur kjo mirëqenia, këto vilat, ato synimet e mëdha që mund të kemi secili. Por ajo që është më kontradiktore dhe më paradoksale është që këta vetë që janë pushtetarë ose politikanët, që janë, le të themi, të fuqishmit sot për sot që ne i shohim kudo dhe flasin e na japin mendjen e tjerë, na e përmendin të 2 metrorshin, të hapësirën. Luaj me fjalën. Si shpjegohet kjo, Aleks? Domethënë pavarësisht se i mbledhin këto pasuritë e mëdha, e hedhin si fjalë domethënë që janë konshient që një ditë aty do shkojnë, edhe megjithatë vazhdojnë të shtojnë ato pasuritë e tyre, ti shtojnë ato depot për të depozituar të ardhurat që fitojnë her pas here. Po si mundet që edhe bëjnë krahasimin që ne do të shkojmë atje, na tregojnë në rrugën që do të shkojmë atje, po ndoshta mos e thonë që ju do të shkoni atje por na jepni ne legët. Po se neve nuk do shkojmë atje. Nuk do shkojmë atje. Ne jemi për por e shesin që do shkojmë. Pra do shkojmë gjithë atje bashkë me ne që jemi ata të pushtetshmit, por ju s'keni çfarë doni na jepni ne. Por na shitet edhe si shërbëtorët, politikanët ose këto pushtetarët, duke e lidhë edhe me pjesën e fushatës që tashmë ka nisur zyrtarisht, flasim që ta përshkallëzojmë, ta nisim nga Shqipëria, aty ku është interesi më i lartë, duke qenë se jemi shtetas të këtij vendi, njerëz të këtij vendi, normalisht e duam të vend dhe duam njëri tjetrin, më pas që të kalojmë edhe në ato se çka është globalja, le të themi, pra për tokën, për gjithë, se kemi edhe shqiptarë kudo ku janë nëpër botë, pastaj dalin le të themi edhe në interesin e përbashkut të gjithë njerëzimit. Pra, kjo nuk po ndodh vetëm në Shqipëri, por në botë po ndodh edhe në shtetet të tjera, po ndodh që kanë kaluar në hap akoma, le të themi, alarmante që shkojmë drejt asaj që ne kemi thënë në luftën e tretë botërore. Si e ke parë këtë fushatën, çeljen e fushatës nga partitë në Shqipëri? Aq më erdhi koha, u plotsu 4 vjeçari, edhe tani po sulen këta të pangopurit që kemi ne këtu, që i njohim gjithë, edhe pretendojnë që të marrin atë llokmë që duan të marrin. Asgjë, përpjekje. Filluan me ato shpresat që po i ushqejnë njerëzit her pas here, do bëjmë këtë, do bëjmë atë, sa po marrin pushtetin pastaj nuk bëjnë asgjë, ose çerekun e tyre, sa me lagojën, e deri aty janë. Domethënë, mu më vjen keq që shikoj popullin tim domethënë që akoma shpreson tek ta. Që shkojnë turra vrap me i përqafu për të qëndruar pranë nëpër mitingjet e tyre, dorë trokasin, i bëjnë duar gjak. Po kanë ardhur nga qytete të ndryshme, mblidhen këtu, brohorasin, si nuk e di, domethënë akoma nuk janë zgjuar këto, akoma shpreson tek ta njerëz, domethënë nuk domethënë historia përsëritet, i kemi parë, i kena provu. Edhe tani këto prap ata duan mbështesin, ata prap duan të sillin pushtet. Njëri premton do na fusi me pasaportën BE, tjetri thotë do ju sill TikTokun edhe internet falas, se kishte thënë dikur sa për internet falas. Po internet falas. E ka thënë, po, ka disa fushata që e përmendat, madje thotë që edhe fëmijët nëpër kopshte dhe nëpër parashkollor ose në fillore do të kenë ato me tableta, madje ka qenë kohë që thoshte do japim tableta falas, smartphone falas. Klasi falas ai do të thënë. Gjitha falas. Tani ka kaluar te kjo që jo
Çdo shqiptar ose çdo pensionist, çdo i moshuar në Shqipëri do të ketë pensionin më lart se 200.000 lekë, domethënë pensioni më ulët në Shqipëri do të jetë më lart se 200 euro. Për pensionin dhe për rrogat, ëh? Për rrogat. Ndërsa për ngritjen e çmimeve s'bëhet fjalë që të ulen ato, ëh? Nuk flitet fare. Por ajo siç kam bërë për te pjesës në opozitës, le të bëjmë një lloj oponencë për sa i përket atyre që janë në pushtet në qeveri dhe që kanë fatet e këtij vendit në dorë, duke marrë shkas edhe nga ata që shkojnë i përqafojnë ta, shkojnë me vrap tek ta, i mbërtesin dhe broharasin për ta, por është edhe interesi i jonë dhe atyre të tjerëve që ndoshta nuk kanë fare pritshmëri tek ta ose interes, thjesht i konsiderojnë njerëz që kanë këto pozicionet X ose Y, por të shërbyer në këtë vend. Çfarë realisht do të bëjnë këta për ne? Çfarë po flasin këta për ne? Po është kthyer në një tallaval, le të themi, ku dalin gjithë këta kërcejnë ndërkohë që pjesa tjetër ose pjesa më e madhe e shoqërisë shqiptare është në mjerim. Dhe këtë ne nuk e shohim. Madje edhe kur ne flasim e themi këtë, na konsiderojnë që jemi jashtë realitetit. Pra, çfarë po ndodh, çfarë po na japin dhe si është e vërteta? Jashtë realiteti janë ata që vazhdojnë e shpresojnë tek këta njerëz që nuk kanë ofruar asnjë për këtë vend. Madje emigrimi vazhdon. Kjo është një shenjë e pastër, domethënë që asgjë s'po ndryshon. Ka qenë gjithmonë, se gjithmonë vetëm dalin. Ky ngeli duke bërë thirrje që hajde kthehuni në vend ky që është tani. Po ku të vinë ato ardhin këtu në Shqipëri, shikon si mankth. Çfarë do bëjnë neve atje? Me çfarë rrogësh do jetojmë neve? Si do e mbajnë familjen? Edhe ky vazhdon premton, do ju çojmë atje, tha, ato kanë shkuar atje, ku do më çu ky me ato pasaportat e europiane. Po. Kupton? Edhe ky tani po thotë hajdeni. Hajde çfarë? Ata e kanë, domethënë atë pasaportën, çfarë? Edhe jo, e dha një zgjidhje, dha një opsion, një hapësirë. Hajdeni tha dhe do punoni kamarier, se do merrni kaq 1000 euro. 30.000 euro, 40.000 euro për sezon. Vetëm ajo zgjidhja, domethënë që po erdhët këtu, atë opsion keni. Se tjetër gjë ta harroni. Edhe megjithatë ka atë pacipsin, domethënë që të thotë bëj ato lloj thirrje. Që të vinë këtu në këtë vend. Ti siguroja një herë. Edhe ajo tjetra pastaj. Domethënë interneti ngeli pa zgjidhur, ajo që ka e tëra domethënë, ne kemi këtu rinia këtu është degraduar komplet. Nuk po di ku po shkon, nuk e di çfarë po don. Është kanalizuar në pozicione komplet gabuara që nuk krijon dot një familje nesër pas nesër, se ka ato i është futur ato idet materialiste bazuar në Instagramet që shohin aty, apo ti mbaj kështu të karikun korrenta im, po të ke 24 orë internet falas aty që të bëhen më të llashur akoma. Që të marrin më shumë ide të bukura. E nuk e di, këta më vjen keq për këtë popullin tonë, se përsëris prapë që këta vazhdojnë e shpresojnë tek këta njerëz që i kemi provuar. Do thonë pastaj, po jo se janë dhe këta të rinj tani t'i japim një shans dhe atyreve. Janë thjesht ana tjetër e monedhës të këtyreve që i kemi provuar. Po njësoj, po kështu i konsideron, kështu i sheh edhe ata. Pse ke këtë gjykim për këtë të rinjt? Sepse nuk kemi parë ndonjëherë nga ata fruta, nga ata lloj burrash, domethënë që e duan vërtet, që do punonin për këtë vend. Nuk e besoj këtë gjë. Domethënë jo se ka brenda një farë pesimizmi, po që e shikoj, përsërisin vazhdimisht njëjtat gjëra, japin ato premtimet e përhershme, përsërisin njëjtat fjalë, ndoshta me renditje të ndryshme, po që prapa aty do jenë. Nuk janë të vërtet? As pak të vërtet, çfarë të vërtet? Janë shumë larg të vërtetës. Edhe kjo që ta mbaj këtë popull me ato shpresa të rreme, mu kjo më dhem, të them sinqerisht, më thënë, sepse jam dhe unë pjesë e këtij popullit. Ti realiteti. Edhe më dhem sinqerisht kur shikoj bashkëdhetarësit e mi, domethënë që shpresojnë tek këta. Nuk s'ka për të ardhur ndryshimi duke pritur prapë se çfarë do bëjnë këta. Sepse tani i bi, erdhën këta të rinjt, do japim shans atyreve, do kalojë edhe 4 vjet të tjera, do zhgënjehemi prapë neve, kur të vi prapë momenti i fushatës së re, shiko se këtë e provuam, ta provojmë edhe këtë tjetër tani, por nuk mund të shkoj kjo. Provojmë edhe ata që i kishim edhe një herë. Ti kthejmë edhe një herë, se ky e ndryshoi çik atë listën e shpresave në kapë. Po, Alex, kjo keq kuptohet edhe nga ata që na ndjekin, thonë që të duan të qëndrojnë po ke ky, po e shajnë këtë, po nuk janë të kënaqur me këtë që është, pra flasim edhe me emra, me Edi Rama, pushtetin e Edi Ramës, se ai ka kaluar komplet, domethënë marka e PS-s është baraz me Edi Rama, nuk ka më Parti Socialiste, njësohet po me Edi Rama është kthyer.
Tani këta thonë që nëse nuk pranojnë këtë tjetrin Berishën, le të themi, si kjo është gara, sado që janë hapur parti tjera, prap koalicionet edhe partive tjera të reja ose të vogla, prap janë bashkuar po me këto dy partitë më dhënë në koalicione. Aty do kapen. Po aty do kapen, po këto dy mashat janë ato që lëvizën. Po. Dhe nëse ne themi që nuk duhet shkojmë prap të kthehen pas histori, thonë që këto që e kanë dakord që të jenë pjesë e kësaj bashkëvuajtje ose kësaj situate ku është tani Shqipëria. Që të mbështesim këtë që është tani dhe të vazhdojmë kështu që jemi. Pra, cila mund të jetë, domethënë si zgjidhje, se kjo është ajo dilema ose le të themi hendeku që është krijuar në Shqipëri, ky lloj ngërçi kaq i madh që është krijuar po vetë nga këta, që ne jemi ndoshta pa zgjidhje dhe pa mundësi kë mund zgjidhim. Pra si mund gjendet një zgjidhje për këtë situatë ku ndodhemi sot? Problemi është që zgjidhja nuk gjendet tek personat që mendoni ju se do sjellin ndryshimin. Nuk ka zgjidhje tek ata, ta harroni atë pjesë. Siç shpresoni dhe thoni domethënë që mos vall ky do sjellin ndryshimin, e di. Mos vall është gabimi. Po, mos vall ky do sjellin ndryshimin, Sala. Po mos vall mendoni edhe këtë tjetrën ju, si do ishte po mos votoni mas njërin, mos shkojmë fare, se ai e tha në një moment. Po ishte të mos votoni mua, më mos dilni nga shtëpia ai. Dete gjysmë e mirë e tha ai. Po atë pjesën po edhe është antikushtetuese edhe kjo, nëse i bën thirrje, se deri ku bën thirrje mos më votuar, kupton? Nëse si ishte shpreha që thotë që nëse nuk keni menduar që të votoni për mua, më mirë mos dilni fare nga shtëpia. Para shumë kjo ishte ajo mesazhi që donë të jepte. Po kjo do thotë, ose mos dil fare në shtëpi, do thotë që bjerë dakord me këtë që. Po si e thon njëherë, nuk e di çka guximi ku e gjeti këtë guxim domethënë të fjalë. Kupton? Po unë tani them të tjetrën, për të plotësuar kryeministrin ton, jo të dashur. Ku thot aty për vete, se kemi shumë për veten time, fare i dashur. Asnjëri, jo vetëm ai, mos ta marri personale. Po. Po sikur, meqense ecim me atë po sikur mos votojnë fare, qoftë edhe një herë në histori, të bëjmë një revolucion të madh. Revolucion i heshtur, pa romuja, pa protesta, pa zhurmë, pa molotove. Mos të dalim dhe mos votojmë askënd. Edhe trinat e si qyqar atje pastaj. Që mos thon pastaj vetë votuat kur fillojnë ankesat më mbrapa, që të përdoret ajo shpreha e famshme. Ti thua një lloj abstenimi, le të themi, si mund të quhet si abstenim. Po, fiks, abstenim. Po, abstenim, do të thënë edhe në parlamentin ton, njihet si vot pro e asaj që është ose një lloj dakordësie për atë situatën ku ndodhemi. Po si unë sa e votoj ato, nuk po ja aprovoj, si kush dakord, si vepron kjo dakordësia. Po bie dakord që je okay me atë siç ka po ndodhur. Je okay me atë. Duke mos reaguar, do të thënë jam okay me atë. Po. Tani nëse përkthehet këtu nuk me ligjin që kemi ne nuk njihet për shembull mos pjesëmarrja e lartë, pra përqindja e lartë e mos pjesëmarrjes në votime ose në zgjedhje, nuk është si ka një lloj kufiri nëse në Shqipëri votojnë 40% e popullatës ose atyre që kanë drejt vote, që të ribëhen dhe një herë zgjedhjet ose të gjetë diçka e mesme, le të themi. Pra nuk e merr parasysh ligji këtë pjesë. Pra nëse edhe 10% e zgjedhësve në Shqipëri, ato që do të zgjedhin, pra që kanë drejt për të zgjedhur, marrin pjesë në zgjedhje, prap konsiderohet që zgjedhjet kanë qenë mëse normale. Ashtu dhe me 10%, Po. Nuk e di. Nuk ka kufi pra kjo. Qoftë edhe 1% është apo tjetë. Po kjo nuk bën përshtypje kjo, domethënë që pavarësisht pjesëmarrjes të ulët, domethënë duket për këtë pjesëmarrjen e kishte. Edhe duket domethënë sikur çdo gjë shkoi në rregull, u votua normalisht, qoftë me ata 10%. Po, me ata quhet që funksionon në parlamenti, do të funksionojë, do të mbushet me 141 parlamentarë, deputetët. Po do shpërndahen, vazhdojnë ato të drejtojnë ato sektore që do jenë këtyre. Po, gjitha, po. Kështu që sado që ti nuk ke lëvizur nga shtëpia ose në ambientin ku je ti, në punë apo kudo ku je ti që ke ndërtuar jetën tënde për të shkuar për të votuar, prap ti do të jesh, le të themi, pjesë e vazhdimësisë këtij shteti shqiptar me ata njerëz që janë përzgjedhur nga 10%, 15%, 20% atyre votuesve që kanë votuar në zgjedhje, në votime. Por doja të qëndroja shumë absurde më duket kjo. Është shumë absurde, por vetë këta i kanë ndërtuar gjërat në këtë lloj forme që edhe ti që bën këtë thirrje që mos votojnë shqiptarët, prap ata i kanë gjetur, e kanë bërë gjithë llogarit, se e kanë ditur që të shkojnë në këtë lloj pike. E dini që do i shkaktonin fatkeqësi aq madhe këtij popullit sa që mund ta mendoshin edhe këtë gjë,
edhe kishin marrë masat, edhe një pjesë e vogël tjetër, një pjesë e vogël kanë sigurt ata. E kanë sigurt ata si kanë pjesë të administratave tyre. Që i majnë me bukë ata atje, edhe ata i kanë kështu, domethënë. Ja, në pjesë e shoqërisë tonë, ti mund të kesh miq e shok që mund të kesh që punojnë atje, që ndoshta edhe për fatin tonë të keq që ndoshta edhe nuk kanë as eksperiencën atë punë që bëjnë. E megjithatë ne e shohim këto probleme që kur shkojmë në spital nuk marrim shërbimin që duhet. Kur shkojmë në polici nuk marrim shërbimin që duhet, kur shkojmë në për shumë institucione të tjera nuk marrim shërbimin që duhet. Edhe shohim që janë gjithë këto probleme që ka edhe në Shqipëri, që na duket kaq bukur për të jetuar këtu, që vinë me miliona turistë të huaj që vinë në Shqipëri. Po mirë, s'ka gjë, ato ky vërtet na e bëri atë flamurin e madh atje që pati boom turistik tërherë këtë sezon veror në vendin ton. Buxheti po shpërthen thasat atje, edhe gjendja ekonomike një lloj. Shtrenësia një lloj. Ato të gjitha që sapo rëndite atje janë grop, të gjitha këto shërbimet. Edhe megjithatë janë aty, domethënë që këta prap do i votojnë. Do shkojnë, janë të gatshëm të votojnë, ta japin, ta shkundin atë votën e tyre. Nuk e di me ç'a logjike ecin këta këtu. Ajo pjesa që është e gatshme për të votuar. Prandaj, po sikur, po them tani atë po sikurin, po sikur mos shkojnë fare në për votat e votimit, ta provoni mirë këtë. Ç'a do ndodhte? Si do manuvronin? Se me ata 10% që thotë që do bënin punën ata. Po sikur t'ia ishim me këtë shansin atë pjesën e 10%. Do të shkojnë pra, do të shkojnë se një pjesë këtyre për shembull pensionistët i joshin ose i mashtrojnë me atë bonusin që japin. Dikë tjetër e mashtrojnë me një abone, që kanë dhënë abonem falës. Dikë tjetër e mashtrojnë me një rrogë. Dikë tjetër është edhe rasti më i fundit që ka ndryshuar edhe vlera e çmimit të votës, nga 50 ka shkuar 500. Për shembull rasti më i fundit që ishte para disa ditësh që u kap një rast që ka shitur votën për 500 euro, 500.000 lekë. Apo çon si ka. Po nëse se nuk më qëndron dhe kjo historia e shitjes votës, sepse i vendos tjetër kush do vendosë të kenë krye. Nuk i vendos vota. Ja, këtë kemi thënë edhe këtë pjesën që. Do të thënë me pak fjalë ne jemi peng nga aty 10%-it i bie. Po. Edhe sikur më shkojnë në 90% me të votu, do kaloj ajo që unë vendos këta të 10-t. Që u vendos këta të 10%. Kupton, ky është vendi i absurditetit. Ti mos ti edhe sikur të bëhemi pjesa më e madhe me këto pakënaqësitë që kemi, shkon të prish punë ajo pjesa vogël që këto i mbajnë të lidhur me ato ndjenjat e tyre, ose me ato thërrimet që japin. Po, çka ndodh tani këtu? Ati japë zgjidhje kësaj. Domethënë luftën neve se kemi me ata që kemi mbi kokë. Patjetër. Po e kemi me këtë pjesën e vogël këtu. Ata janë rregull, ato janë ato zyrat e tyre dhe janë jashtë realitetit ku jemi ne, ato janë botë tjetër komplet. Pra ato e kanë shtyrë gjithë ngjarjen ose situatën tek ne. Merremi ne për ta. Ata po e deklarojnë kështu fuqishëm fare, ajo pjesë që e di shumë mirë se ç'a ndodh në këtë vend, megjithatë shkon dhe mban peng pjesën më të madhe të Shqipërisë, edhe shkon i voton këta, ato janë anti-shqiptarët më të mëdhenj. Duke filluar me këto patronazhistat që i kam kështu, sepse ç'a ndodh me ata? Ata tani e kanë siguruar prapanicën e tyre, edhe nuk më intereson, edhe ta plasin surat, nuk më intereson fare vun ti i rrit dot kalamojt, i ke ato shërbime që kërkon, të ndodhi diçka dhe nuk përgjigjet askush, nuk i plas fare. Mjafton që unë e kam të siguruar, thot. Edhe dalin pasaj dhe kërcejnë për sheshe, se është kena që pam atje. Ku po kërcejnë ajo? Ato që mbledhen aty. Ku të po i kërceshin ata? Po i kërceshin fatkeqësitë të popullit? Që akoma jemi 30 vjet mbrapa. Edhe ku në sheshin Skënderbej, heroj kombëtar me shpatë. Që e çliroi këtë vend edhe mendonte edhe donte këtë vend. Gjak është derdhë për këtë vend. Edhe ajo aty dalin ato, si duhet ta banalizoj domethënë gjithë skena se si e shoh, si është komplet janë dy kaje të ndryshme komplet domethënë. Një njerëz që ka luftuar, ka dhënë jetën për këtë vend, me këta njerëz që po i marrin jetën këtyre njerëzve që janë në këtë vend. Sa do doja ta shikoj atë skenën. E shet atë skenën që ato kërcejnë, ai shet si mund ndjehet, si mund ndjehet Skënderbeu në bollën tjetër. Se sa stononte ky paralelizmi që bëri i bukur, se sa stononte ai, heroi kombëtar që ç'a nuk bëri që neve sot ishim të lirë, që të kemi këtë territorin që quhet Shqipëri. Edhe këta pasardhësit e komunistave që na lan grop na zhytën, po vazhdojnë që të ndjekin në të njëjtën vit atyreve të paraardhësve të tyre, edhe
populli statik me një Edhe vend. më kesi pushtuesit, edhe pushtuesit të gjë që po bëjnë këta nuk e kanë bërë pushtuesit. Ata që kanë dashur të uzurpojnë ose të përçajnë ose të marrin Shqipërinë. Jo, nuk vin tani uzurpuesit ashtu si dikur me shpata dhe me topa dhe me gjëra. I ke kështu në parlamente. I ke me kërcim, me valle, me gjëra. Po, i ke kështu me kostume, i ke të veshur bukur, me duar trokitje, me valle siç the. Ashtu i ke sot pushtuesit. Po sa edhe për të qesh edhe për të qesh është situata ku shet deri ti kalon shpesh në qendër, unë jam atje her pas here, po thoj se 2-3 herë në javë jam atje ku bëjmë këto intervistat në rrugë që marrim zërin e qytetarëve për tema ndryshme. Pjesë më të madhe të kohës ose ditëve të vitit Skënderbeu është i rrethuar, madje ne nuk e shohim që është i Skënderbeu, se nuk duket Skënderbeu, si rrethojnë siç bëjnë, ngrenë disa skela e rrethojnë, i vjen disa imazhe të tjera. Është enkas ajo. Momentin që hap fushata e nxorën dhe bën kashillik me këto me këto këngët tallavarat del noise e këto artistët, përfshirë këtyre artistëve ose influencerëve, këto që kanë le të themi ato ndjekësit e tyre për ato siç ka bëjnë. Po, artistët e muzikës, po. Muzikës, artit e fushave të ndryshme që përfshihen dhe na thonë ne votoni filanin se ky është andetar, është njëri që po punon për këto vende etj. I vendosin disa epitete shumë të mëdha që si kemi dëgjuar ndoshta edhe për njerëz që ndoshta edhe për Skënderbeun si kemi dëgjuar këto. Kur nxjerrin dhe këta këto grupet muzikore tani, Free MC tani, unë kisha harru fare ata tipat, se nga i zgroposën ata edhe pa pritur. E vërtet. Atëherë unë kisha shpella më e fundit që nuk e di ku është, i morën ato i sollën aty. Po, atëherë kur çakulloshin gjëra këta i më që ishin kështu të dobët ato, ishin elegant, ja kështu si puna ime ishin ato. I pash atje ishin free, ishin buçko tipat. Kupton ti? Edhe i ftuan ata, erdhi Noisy Bulldogu aty, edhe fillon të bëjë kështu muzikë atje që shikon, ne jemi një familje e hareshme këtu, edhe atë haren do e shpërndajmë te populli. Domethënë këto janë ato taktika që përdorin kur bën ato fushatat në Amerikë, thrasin këto ajo, çe kishte emrin ajo? Kamala kishte ftuar këto Beyoncé aty, Jennifer Lopez. Atje, njëta taktikë edhe këtu. Ne i ngjajmë çik atyre se i japim çik ngjyrën neve kur dalim kështu në publik tani, thrasim këta që të bëhet më gazmore. Luajnë me trurin e njerëzve kur. Ja, mbukull cirk pra cirku. Ky është cirku dhe këtë pas cirkut bëhet një shfaqje tjetër, bëhet gjithë skema, gjithë energjia, gjithë ajo se çka ne do të vuajmë pastaj për vite të tjera. Plus përveç këtyre gjërave të dukshme që i pam gjithë, pati edhe kështu skena domethënë të çuditshme me çaj yje. Do të kalojmë edhe tek ajo. Po duhet që ndroj pak se është shumë e rëndësishme kjo pjesë e kësaj. Unë e shoh gjithmonë shumë shqetësuese që po kalon për masa të tjera dhe nuk po gjet zgjidhje tjetër që t'i dalin kundër këtyre, por madje edhe ata që deri dje kanë qenë të hershtur janë bërë pjesë e këtyre, pra ata që kanë influencë ose kanë ndjekësit e tyre, artistë, këngëtarë të tjerë. Rasti Noizit për shembull ka qenë me historikun e Noizit, duhet dalë edhe historia dhe jo si duhet s'kam asgjë personale as me Noizin, por thjesht po flasim për fenomenin që ndodh në Shqipëri, që dje me Berishën, pastaj me Lalin, Lali u fut brenda, tani kalon ke Rama. Kushdo që shkon në pushtet, kushdo që shkon, sado që mund të jetë keq në politikë, ndoshta Noizi s'ja ka idin fare siç ndodh në X fshat ose në X familje shqiptare ose në pjesë më të madhe të realitetit në Shqipëri, se jeton një botë komplet paralele dhe na sheh me ndoshta edhe dylbit nuk e kapin atë se çka është realiteti. Por si mundet, domethënë, e gjen direkt atë pjesën. Ose si puna e atij Kërmillit që mundohet që sado që mund të ketë një vështirësi në pengesat që mund i dalin, do ta gjetë formën për të dredhuar, për të ngjitur dhe për të ngjitur ti mundohesh me heq se heq dot, domethënë. Ne vuajmë për adhetar në këtë vend. Nuk kërkojmë ta gjejmë të ajo fusha, të ai sektori i muzikës, atë pjesë, të gjejmë adhetar të tillë. Këta janë aty për të fituar lekë. Ata duan fanca, duan të çiten albumet e tyre. Edhe pse jo kur i thrasin në raste të tilla pastaj. Po pra, punë është ai bën thirrje patriotike, përdor fjalët ose gjithë atë ideologjinë e një adhetari. Po, edhe me në sfond një kryetar të një partie aty nga mbrapa, Po. Po çfarë mesazhi kalon ai kur ai qëndron, kur atë thirrjen e bën duke patur një krye partie për shembull, që atë thirrje që po e bëj kanalizoni te ky që më ka mundsu shfaqjen që po bëj unë tani në këtë moment. Po. Aty kalon. Ku është adhetarizmi aty? Ai që është adhetar është i asnjëanshëm. Nuk merr me parti ai. Ai mendon
si do rregullohet ky vend. Si do ja mundsojmë mirëqenien që mos u detyron të largohen nga ky vend. Se boll jemi lodhur me atë largim. Do gjetur një zgjidhje domethënë që na mundsojnë të mirat këtu që të ndërpritet kjo puna e kurbetit, e emigrimit. Jemi lodhur me këtë gjë, që ai që është atje jashtë, kur ta vendosi një ditë që të kthehet, se të gjithë do kthehen një moment, të kthehet me qejf më vëlla, mos të kthehet me nga që u bë keq atje ku është. Ta doj këtë vend. Të vi me zemër, të vi me dëshirë. Ato të merohen kur vinë këtu brenda. Nëse ai po bën thirrje që të kthehen shqiptarët, no? Po e bën thirrjen, po ku po i thret? Çfarë po afron ai ndaj atyre që po ja bën thirrjen? Aty kemi mbetur statik si uji që s'qarkullon që po qelbet, si liçeni i Tiranës. Ashtu janë. Le të bëjnë thirrje sa duan ato. Po për sa i përket këtyre imazheve që të cekëm pak më parë, edhe që ne kemi cekur dhe gjithë ato simbolet, pesa që ky ka, që vazhdon vazhdimisht, por ka futur edhe element të yjeve. Po. Ylli është kudo, është qendra e magjisë është ylli. Po ta shohësh edhe tek ajo foto aty që ka qenë pjesa ose skena kryesore e asaj që quhet fushata e Partisë Socialiste, është kjo dhe gjithë njerëzit janë rreth i qark këtij rrethi që është krijuar, që në mes ka një yll dhe ka 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 yje. Edhe ylli i mesit 13. Dalin këtë 13 që ne e kemi cek edhe në episode të tjera, që e ka cekur po vetë Rama tek një podcast i tij që ka dhe podcastin famoz. To mendon se janë rastësore, Alex? Po çfarë rastësore? Pesa, yjet, 13 yjet, rrethi, vorbulla, njerëzit, gjithë kjo estrada, shitet tjetër gjë, ndërkohë që këtej pas bëhet. Na shpjego pak këto lidhjet që e kemi thënë, ato nuk do ta rithemi prapë, jemi detyruar se jo, po ta theksojmë. Puna jonë që ne sado që mund na konsiderojnë, mund na thonë që ore, si jeni mirë këto dy, ku ishini këto gjë, jeni jashtë realitetit, valla, jemi shumë mirë këtu, kupton si e buje, buke, drita, boll. Po, ato që ndihen mirë, le të vazhdojnë shohin televizor, se aty do marrin vesh gjithë vërtetën. Kupton? Aty ku lajmet janë kështu që i vijnë nga mrapa edhe i marrin me skenar çdo gjë, vazhdoni shihni ato ju. Tani, shiko, ata i qëndrojnë besnik simboleve, numrave, këtyreve gjërave që kanë lidhje. Me magjin, me satanizm janë gjitha këto. Sa do t'i duket jashtë toksore kjo që po them, me ato kanë të bëjnë. Ylli për shembull, ylli është simboli sa herë që duan mblidhen këta që besojnë te djalli, bëjnë ato magjirat e tyre, vendosin në tokë, shënojnë në tokë peskënçin, yllin. Edhe në çdo cep ka një gërm. Edhe këto në tokë ka vendos, po ta shohësh tek foto që ishte i kanë tokë yjet. Po, aty ajo që to kanë dalë haptos fare, pra kanë shkuar fiks në linjën aty. Po, vetëm se nuk e bën ritualin komplet 100%, vetëm se nuk vendosen se ata tani çfarë bëhet kur bëhet ky rituali. Që ndoshta njerëzit të arrin ta kuptojnë nga ajo siç ka kanë parë në imazhin që kanë parë në sheshin kur është çelur fushatë e Partisë Socialiste, dhe siç ka ndodhur në praktikën që këto ndjekin kur bëjnë këto rritet e tyre. Si e bën ata? Ata kur nisen, le që vendosin vishin me ca kapuça të kuq aty. Se dhe ajo PS-ja është e kuqe atje, se kishte 3 ngjyra atje, kishte kuq, blu edhe të verdh në mes. Edhe këto kanë lidhje. 3 ngjyra të ndryshme. Tani, simboli bazë i magjisë është ylli, peskënçi. E vendosin në tokë ata, e bëjnë, e shënojnë. Në çdo cep vendosin nga një qiri të kuq aty. Edhe në trekënçet e yjeve, se formohen trekënçe, vendosin ca gërma, ca shkronje çuditshme, abstraksione. Ato gërma që kishte ajo plomba të shënuar në përgishta këtu që tregove në parë. Ato gërma janë ato cepat e yjeve. Kupton, kabalizëm i gjallë, misticizëm, magji e gjallë komplet. Ashtu punojnë këta. Se e kam thënë në emisionin përpara, këta besojnë te fuqia e djallit vëlla. Tani, ajo ylli me 5 kënde. Si tha merë e kaluar, sa vete janë ata që komandojnë botën? 5. Madje kishe nga ato komentet Alex që na kanë komentuar ata që jetoshin të 5 ato në Kret, një pjesë e madhe e shqiptarëve duke ditur që punojnë e shkojnë për të ndërtuar jetën e tyre si nga ana ekonomike dhe ndoshta edhe sociale të tjera dhe që qëndrojnë dhe jetojnë edhe në Greqi, sot kemi shumë shqiptarë andej,
kam punuar, madje një nga këta të 5 punonte me shqiptarët, mbledhin ullinj. Se çka kalon ca ironi e tilla. Kaluan në ironi, mado mendja sepse tani dëgjuan që tani janë 5 veta këta që komandojnë botën, të cilët jetojnë në një vend modest siç është Kreta. Ata prisnin dëgjoshin për shembull që ata jetojnë në një gradacel në Dubai, që prek diku hanën atje, ashtu e imagjinojnë ata. Tani është zgjedhja e tyre, alla ç'ti bëj unë? Atë vend zgjodhen, ai i pëlqen ku dëgjon janë çik romantik duket. Jo, po ideja është edhe ku bazohesh ti, kupton, okay, për të ironisë ose le të themi se ne edhe shuhemi si popull edhe me pjesën e batutave për humorin e për këto, edhe prap okay, ka nga ata që kanë marrë me sportivitet. Ne kemi thënë dhe e themi dhe e ritheksojmë sërish që s'kan edhe deri diku janë pafajshëm për shkak se edhe këta tjerë po bëjnë një punë shumë të madhe duke ju ushqyer me këto me tallavarat, me gjërat e tjera, me show, me noise, me shpërqendrime pafund. Do dalim edhe një episod tjetër që ka marrë shumë buj këto ditë e fundit, por nga ku bazohesh ti për Kretën? Ku e ke këtë informacionin që këta 5 janë atje në Kretë, pra? Unë nuk e di si quhen dhe çfarë moshe kanë. Ajo që di është janë 100% hebrejnë, gjak hebrejnë, se ka dhe gjys për gjys. Gjys për gjys është ky joni që kemi neve. Se ka edhe në gjak është ky si gjys për gjys, si mund të jetë në gjys për gjys? Nga ana mamas është hebre ky. Është hebre, po. Po, edhe eri. Gjysëm, të dy këta janë gjysëm hebrejnë. Kupton? Qelloi hera parë domethënë që në këtë vend domethënë u vendosën në kryeministër, kryebashkiak, që janë gjysmë hebrejnë të dy. Ai kanë bërë një hebret plo. Si duket ai bashkën këtë. Po. Edhe kurse këta të 5 janë puro 100%. 100%, racë e pastër. Tamam e pastër, Ajo gjaku blu, aty futet ajo bluja e tre ngjyrave që tre ngjyrave të yje. Po, ajo e kuqja e bluja edhe verdha. Po çfarë identifikon do se çfarë lidhje ka e kuqja, për çfarë? Janë të veçantë këta, e mbajnë veten për të veçantë, janë mbi gjithë racat e tjera. Nuk janë të kuq si neve, janë bluja ata, janë ato pra bluja çfarë personifikon? Gjakun mbretëror. Për gjakun. Po. Po e kuqja? E kuqja është ky që përfaqëson këtë partinë e vet. Neve po e verdha. Po sjellim këtë. Po e verdha. Do ju fusim taj rrethi që duam neve, edhe aty do hanim me luk floriri ju pastaj. E verdha. E verdha luk do vën floriri, ideja sa që të jeni. Do ketë mirëqenie këtu, do shtohen, do vinë të mira, por së mbajmë çiki krau këtu. Por brenda një rrethi. Po, do jesh i futur. Prandaj thash edhe rrethin, është edhe rrethi. Po do të një kafazi art. Se po ti shihni, do është e gjitha, është brand, e gjitha është imazh, është e gjitha. Duhet dish të lexosh, si duket si po kalojmë edhe ne në këto situatat e këtyre fallxhorëve ose këto që merren lexojnë këto gjëra. Jo, me ato merren ata, me fallxhorë. Po ato merren, po punën që ne nuk po i lexojmë siç i lexojnë ato, ne po lexojmë për të zbërthyer si po na japin vetë pastër, si shive. Brenda rrethit po ti shohësh janë ata vetë, pra, gjitha këto që thënë ngjyra e kuqe, verdhë, blu, yje të gjithë këto 13-ta prapë që janë tu që ne kemi shpjeguar edhe herën tjetër. Po ti shohësh gjithë pjesa tjetër e turmës, shqiptarët, le të themi rasti konkret Shqipëri, po për një gjë ndodh edhe në shtete të tjera. Po, flamori evropian kështu e ke prapë. Po kështu është, bravo. Po të shohësh janë këto janë brenda kësaj të rrethit. Pra mirëqenia e luke floririt e verdha ose floriri do dominojë këtu brenda. Jashtë rrethit janë shqiptarët, turma. Ajo brenda është elita. E zgjedhur këtu brenda 13-s. Ne jemi ata që punojmë për ta ose lavorojmë për ta. Ne jemi këta jashtë. Po, ne jemi shërbëtorët. Jemi baktia neve, ferma e botës. Po të shihet, kjo ta thot pastër, ta thotë pra ju jeni këtu. Ju e keni vendin këtu jashtë. Mando mendja se kanë bërë vetë ata këtë foto për të kaluar ato që mesazhet që duan t'japin ato. Po, që e di shumë mirë se çfarë do të thotë ajo. Fiks ashtu siç e kanë fotografuar. Komplet. Edhe në qendër është një yll tek pull që është blu. Aty. Blu. Ai është i zgjedhur, është ajo pesja e zgjedhur atje. Ata të pestët. Që sado që ta ironizojnë, 5 janë shoku. 5 kontinentet, 5 sepat e yllit në çdo. Edhe aty pastaj po ta shikoni, po ta kërkoni një çik, ai ylli simbolizon cjapin. Nuk janë pa qëllim, nuk janë kjo është ajo që nuk janë rastësore, thjesht morën një yll ose po të mungote ky ylli këtu për shembull, thotë dikush që s'e kanë bërë gati për fushatën, nuk do bëj apo jo. Do të bëj nomi apo jo.
Po jo, mund të përdorin dhe simbole të tjera ata. Jo, po mirë, jo, ta kam fjalën që nuk janë për shembull siç kemi vendosur ne që s'kemi gjë tjetër çfarë të vendosim. Kemi vendosur mikrofonin për diçka plotësuese le të themi në këtë se çka po bëjmë. Por ne në mos të mikrofonin mund ta heqim për shembull, mund ta lëmë tu. Jo, më se shkon ti është Jo, nuk na prish punë, kupton në atë se çka jemi duke bërë. Okej. Por ato nëse heqin atë yllin ose një diçka tjetër plotësuese siç thu ti, bie mesazhi që ato do t'japin, apo jo. Pra nuk janë le të themi të paqëllimta. Fix. Aty edhe vendos prapë mikrofonin se po pëlqen se si diçka po mungon nga skena. Pas ka ky emision të vetë mikrofonin. Do të thonë që neve nëpërmjet kësaj ne po kalojmë zërin ton. Kjo është ka një mesazh, po ato ka mesazh më të thellë se sa. Nuk kemi neve me kështu me peshë me simbole të çuditshme. Ato për shembull kanë simbol tjetër dhe pishtarin. E kanë tatit, siç e ka statuja e lirisë atje në New York. Ai pishtari, është i simboli atyre vetë ai. Kanë ato 13-ën e tham, kanë edhe 11-ën e kanë simbolin e tyre ata. 11-ën e kanë shumë qejf dhe 11-ën. Edhe 11-ën pse po 11-ën çfarë kuptimi ka? Se për 13-ën thënë që kanë qenë 13 fisët aty po në Izrael. Po 11-ën? Se për gjithë ju që ndoshta shihni për herë të parë këtë video, kemi dhe episodet e tjera me Aleksin ku shpjegohen gjitha detajet që mos bëjmë edhe përsëritje. Mund t'i ndiqni dhe mund të jeni më të qartë edhe në atë se çka kemi thënë në vazhdimsi të këtyre episodeve. Tani thjesht po i pasuroj me shumë element. 11-a? Tani po kalojmë te 11-a. 13-ën e shpjegum. 11-a është domethënë ajo që dy kullat binjake që rozuan 11. Se ashtu duket ajo. Që janë dy portat e tempullit që këta duan të ndërtojnë. Tempulli Solomonit. Pra ne duan me shkatërru Palestinën ata. Palestinën. Prandaj e kthyen ripin e Gazës e bën flat. E bën rafsh, domethënë. Se aty do ndërtohet diçka atje, do ndërtohet një parajsë e vogël e mbidheshme që do jetojnë të lumtur për pushimet e verës. Po, ne e kemi cekë edhe këtë që kemi bankerët. Ishte edhe plan i projekti që nxorri edhe Elon Musku me Trumpin, ë. Po. Nxorën edhe video. Ashtu do ta besoj ajo video. Po, gjeni shikojnë atë video se ashtu do ta kthejnë atë vend atje. Edhe të jetojnë ata mbi kufomat dhe mbi gjakun atyre që vranë atje. Pra, për gjithë ju, se është thënë shumë që do rindërtohet Palestina ose ripi Gazës, Gaza, por nuk do të rindërtohet për ata njerëz që kanë humbur familjarët e tyre se që kanë mbijetuar në ato se çka ka ndodhur atje. Do ndërtohet për mbi ata që i rrafshuan. Mbi ata për këta tjerët. Po. Pra pushimet e këtyre. Igni thaj i bjondi që e vendosën hebrejt atje në qeveritë Amerikës. Ik thaj se do vim neve tani dhe do e bëjmë flat. Është një nga vendet që këta vete kanë përzgjedhur Palestinën, Gazën. Po, është në kuadër të zgjerimit të Izraelit madh. Të Izraelit madh. Cili ka qenë edhe flitet edhe për dy vende tjera që kanë qenë prap të preferuar të tyre. Flitet për Shqipërinë. Po, edhe Shqipërinë duan fort ata. Edhe Shqipërinë. Edhe një pjesë të Greqisë, Selanikun edhe Kretën bashk. Qëndrojmë tek Shqipëria. Po me Shqipërinë pse? Se kjo është thënë prej vitesh. Kjo Pse Shqipërinë? Me çfarë lidh me Shqipërinë atë? Çfarë shohin të mirë? Jo, pastër nga aspekti romantik e shohin, sepse këtu i ka të gjitha. Ka klimën më perfekte. Plus që e lidh edhe me këtë ata. Mi që më kujtu tani. Këtu e lidhin ata se kur dikur ka qenë kopshti i Edemit në këtë vendin tonë. Në Shqipëri. Po, sepse është klima më perfekte, i ka të gjitha. E lakmojnë këtë vend. Mi po janë këto super fuqi, do me thënë që jo pse ta marrësh ti, mos ta marr unë, jo ta pse më unë, jo ti, këto me radhë. E kanë ngel neutrale. Prandaj neve rastësisht, do zoti do me thënë, që kemi akoma që po banojmë këtë vend. Do ta kishin zhduk me kohë. Por po e bëjnë me mënyra tjera tani. Po na sjellin ca paca ne nga Italia, do sjellin kur tha tani. Mos i Jo, po janë kriminala të gjithë ata atje. Pra ne po e them kështu. Nuk kanë problem me racën e zez. Edhe ata janë shumë të zinj që kanë shpirtin e bardhë. Po këto janë kriminala. Do të vinë se po kalojmë temë tjetër tani këtu dhe do masakrojnë çfarë gjën përpara. E kemi thonë. Tani kanë do vendosen sjellën ja 20.000 filipinez. 20.000 më valla. Filipinez. Dhe tha tani lajme sot. Nga freskët. Çfarë duan mi bë këtë vjen? Duan me na heq avash avash. Un kam vënë re edhe diçka tjetër pas që të qëndrojmë edhe pak te kjo. Dua ta cek me ty se jam i bindur që ke informacion për këtë.
për dekorimin e Ramës në Izrael, takimi që pati atje dhe pas takimit të tij unë kam vënë re në disa qytete të Shqipërisë, madje edhe në aeroportin në Tereza, por edhe në zonën e Bregdetit shqiptar, shohim shumë izraelitës. Janë nga ata që kanë atë kapuçën e zi. Kanë kapuç zi këtu, Po. një pllakë e vogël kështu që kanë këtu. Po, janë shumë me dhjetra që i kam parë në rrugët në vende ndryshme në Shqipëri. Po, kryesisht në aeroport i ke ato dominojnë domethënë. Po aty zbresin edhe fillon të shpërndajnë pastaj. Direkt pas kësaj që ndodhi, pas takimit të Ramës dhe dekorimit që pati në Izrael. Po pse në takim atje u diskutuan ca gjëra me Ç'a ka ndodhur atje? Si e pekte takimin e Ramës atje? Po që ajo versioni zyrtar tani, se versioni zyrtar nuk do thotë asgjë, thjesht u taku me ca atje. Po, ajo se çka është e fshehtë ose ajo që ne lexojmë. Po pra, se atë trajtojmë këtu ne, se ato që shihin televizori ju ja thot vetë televizori sipas prallës që kanë marrë gati. Atje do me thënë u diskutua çështja që shiko, tani avash avash gradualisht do kaloj ai vend në duart tuaja. Dhe ti kur porosit një shtëpi dhe po ta ndërton ai tjetri, ti shkon e viziton her pas here si po ecën punët. Si po zbukurohet, që një ditë do e blesh atë. Po. Edhe tani këta po vinë po shikojnë ambientin ku nesër pas nesër do jenë ata dominuesit këtu. Ata janë, po janë në prapasken. Po që do dalin edhe hap tazi fare. Ti kesh aty në përqeveri, ti kesh në poste drejtuese, do vendosin ata. Edhe erdhën të shohin çik terrenin që do trashëgojnë sa afërmi, sipas planit. Po jo, mënyra si thotë ti duket edhe që është pak edhe ironike edhe por thellë bëj të thjesht, po aty është. Thellë kam bindjen që nga brenda je duke ziher, je shumë i mërzit nga kjo që po ndodh apo jo. Atë mërzitjen e nisa që duke thënë me këta politikanët tanë, që janë tanët supozohet, e jo me tani të huajt. Ajo diskutohet edhe. Ta marrë shtëpinë tjetri. Që kjo më bet. Tani këta e di unë që kanë bërë praktik këta, për zë ndej, për zek ndej, e zhdukën Palestinën fare, se duan të fusin prap ato tyret atje. Ti një të gjë do më bëdhe këtu. Do bëjnë në Shqipëri, do ketë po jo me bombardime, e bëjnë sepse ja ka dhënë ky çelësi në dorë, ja ka hap derën. Po nëse do të vi momenti shqiptarët do reagojnë për shembull. Të reagojnë shqiptarët. Këtu këtë popullin e kanë raskapitaj shumë, e kanë godit, e kanë lodhaj shumë, sa që i kanë bërë që të përqendrohet vetëm në hallet e veta. Mos shikojmë për te hundës. E kanë të kufizuar rrezën ato. Po edhe sikur shikoshin diçka, që janë pak vetë ata që e shikojnë atë gjë, çfarë mund të bëjnë? Nuk e sin dot ndryshimin. Ato do e kuptojnë kur na kanë futur te ajo vafat, ajo rrethi që pe aty, se edhe ai rrethi është do të thotë që do më na fut aty mrena. Ai rrethi sipas atyre simbolizon dhe gjarprin. Ka edhe këtë kuptim. Se diku thoshte që kisha lexuar me një vend nga një shëntor jon, thoshte që kur shikoni simbolin e gjarprit që ka kafshuar bishtin e vet, atëre tregon që hebrejt kanë pushtuar botën. Jo. Kur qarkulloi gjër kjo. Diri ku e pandet ajo botrori i fundit, mondiali i fundit me futbollit. E shikoj që gjarpin gjitha ne shikoja. Bësh rumbullak, pastaj bësh formë tete. Po kur bëhet formë tete është më keq? Do më thënë që do komandojnë ato për herë, për infinito, që është infinito. E kanë fiksim. Po prapë ti nuk e beson këtë që të komandojnë ato deri në infinit, se planet e tyre do të prishën mbas asaj siç ka kemi thënë që do prishën patjetër. Do prishën. Pra sado që ato kanë tentativa për të dhënë mesazhet e infinitit, ato synojnë. Ato po them, synimi po them. Se sa do i arrisi pasaj ç'është më tjetër më bëhet. Edhe ata e dim që s'kan për të arritur. Pra, kjo është ajo që na gëzon deri diku, por betejat do të jenë të forta. Patjetër. Në Shqipëri si është situatën për ta mbyllur këtë pjesën e kësaj se nuk e di sa të qartë kemi qenë edhe për gjithë ata që na ndjekin, prandaj unë e theksoj gjithmonë dhe bëj thirrje për çfarë do lloj paqartësie, kurioziteti, interesi tuaj në lidhje me këto tema, këtë çështje ose këto se çka dëgjoni nga ne këtu, ju lutem shiheni edhe një herë atë se çka themi, por shiheni edhe rreth e qark. Për te ishte shumë e bukur që tha dhe Aleksi, për te hundës, gjithë secili nga ne do të shohë për te hundës, për te atij problemit ose asaj çka na rrethon në përditshmërinë tonë, pra. Duhet nëse të arrini të bëni këtë lidhje fare thjesht.
nga një foto, nga një miting që bën ata, nga një fushat që çelen ata, aty ke shumë element, komponent që ne na përçojnë drejt asaj që ata duan të shkojnë, të dominojnë, të bëjnë përçajnë Dominim pa. dhe ta përshkazojnë për më keq gjendjen e shqiptarëve dhe popujve të tjerë, të njerëzve të tjerë për të kanalizuar njerëzit për të shërbyer drejt atyre 5 vetave, 5 personave, 5 individëve që ju e merrni me të qeshur, por që kemi fare pranë. Janë në Kret. Alex, u çel fushata, njerëzit janë dilemat, gjërat, edhe një thirrje, lutem, si do ishte ajo më mira. Qofse do më jepje mua si sugjerim tëndin, çfarë do të bëj unë? Mos voto, mos shko. Për asnjërin. Këtë i them gjithë. Fare mos shkoni. Ta provojmë edhe këtë alla. A ecni me atë idenë juve ta provojmë këtë, ta provojmë atë. Po se keni provuar ndonjëherë këtë? Asnjë, t'ja plasim surrat që asnjëri nga ju jeni gjithë i lloj. Po se keni provuar ndonjëherë këtë? Edhe çom çfarë rezultate do ketë. Aty besoj se do ketë ndryshim pastaj, që ti tregojmë që sa të zgënjur jemi nga këta. Që nuk janë kur për këtë vend. E kam thënë dhe njërë dhe përsëri, so popull, jemi vetëm. Zoti po na mban akoma gjallë këtë vend, se t'ishe për këta na kishin shujt me kohë. Do ekzistonte më Shqipëri dhe shqiptari. Po pse skuptohemi ne, Alex? Ne ndërkohë këtu po flasim tjetër gjë, por njerëzit vazhdojnë akoma merren me shpullën e Jozit, ndaj gjestit tek Big Brother VIP Albania. U tani po mësoj emrat atyre. Zguxoj tap TikTok-u se dal njëri në balkon për qef atje, i bëj kështu scrolling atje, të gjithë tu komentuat atë i ram shpull atit. Ku ta e çfarë pasaj si i ram shpull atit valla? Si ja dha ai që duhet ja kishte dhënë kur ka qenë i vogël, ja dha ky tjetri tani këtë. Çfarë pastaj? Pse ke shpulla erdhi për shkak se nuk e ka dhënë ai kur ka qenë i vogël? Po, ku dëgjon se me sa mora vesh atje i tha mirë ja bëri sepse kishte është i dhastuar, po kishte dhënë shumë shkaqe atje, ja bëri për borxhe, ja dha pastaj ku dëgjon. Aty mësova, si dia fare. Ose ja se kur jepet. Por, shiko tani, ajo puna e prapaskenës që duhet lexojmë gjërat. Edhe këtu ishte e inskenuar gjithë ajo që pam atje. I inskenuar gjithë ajo situata. Për ata që din të lexojnë skenat. E di që jemi pak, ata pak, atyre po i drejtojmë kryesisht, edhe atyre të tjerëve që ta rishohen edhe një herë, ta rikthejnë edhe një herë. Ta kthejnë çika të këndvështrimin e gjënave vëlla, mos më jeni më kështu çat ju japin, çat ju servirin. Aty si duket, me sa kuptova unë, duhet këtë rënë talashikueshmëria e atit emisioni thonjza. Edhe se duket dishim i bën një ta çoshi ti bësh një app. Jo, sa për informacion është edhe finalja e javën tjetër, ëh. Pra, nga shtuna është po marrën lavdi zotit që unë. Po i ka burse u bën 20 budallënj. Por mos mund të ketë edhe njerëz, mos u shpreh kaq kështu, unë kuptoj që është një lloj le të themi që të del kështu nga brenda ajo e gjitha. Qëllimi është atë që i bën 20 budallënj. Ka njerëz që do mërziten që do i mungoj ajo. Që do i mungoj realisht, se s'kan ato që dalin aty kështu, ë. Tani, si duket, ti e lidh me shikueshmëri, me audiencën, pra kishe rënë në audiencë thua? Po, kishe rënë. Edhe kërkoshin vëmendje, edhe menduan domethënë të ndërtonin një skenë të tillë. Një sekond. Të dy ishin një diçka, një le të themi një reagim midis dy personave, personi që godet Jozi dhe personi tjetër që ha goditjen ose shpullën shuplakën, gjesti. Dhe pjesa tjetër 3-4 personazhe të tjerë që edhe më bëri më përshtypje, me thënë drejtën. Ato 3-4 ishin çuditshëm. Nuk reagon fare, domethënë gjithë është pull aty, edhe ky mezi po prisë se po takonte një personazh tjetër që po largohej nga shtëpia dhe një nga këto personazhe të tjerë aty, i thotë mos e hap derën, e rikujton që ai po hapte derën dhe i tha dhe sinjalin këtij që ky do hapi derën, edhe ky ishte duke takuar këtë personazhin tjetër, nxitohej shumë për të takuar sa që gjyskrau kishte këtu, e afuti edhe këtij këtu, pastaj. Pra ti mendon se e gjitha kjo ka qenë gjithë në dieni të kësaj skene? Komplet në dieni 100%. Ti kape një pjesë të inskenimit. Kurse më bëri përshtypje njëna që ishte aty, ishte njëna me një veshje të zezë. As si mbaj me në veshje të zezë. As me... Kur ky po përshëndeste... Unë shokova, kur pash gjithë shpull, thash bo... Po, dhe ai u bënte sikur u tremba atje, se nuk e dinte që do të bënte. Ato janë as aktorë, edhe u hodh edhe kështu si kec aty mrapa, domethënë i dha çik kështu ngjyra asaj të skenës. U shtyp pak edhe vetë. Ato më aktrim valla, i dha çik kështu shtytje trupit, domethënë që do dukesh sikur po i shkonsh akoma të lart.
atje. Ishte njëna me zeza, domethënë kur ta shikoni këtë video vini re atë me veshjen e zezë, që e kap me kurrizat. Ajo i dha një nxitim hapave që të pozicionohesh, që të ditë ball për ball me atë çka kishte më që e hongri. Me gjesin. Me gjesi kemi ne. U pozicionua që të ishe ball për ball me atë dhe madje sikur ishte aq e sigurt që ai do e bën atë veprim, saqë ajo u nxitua të ditë ball për ball, që të kishe kështu kënd ballor, domethënë që ta shikonte fiks. Plus që mos pegonte edhe kamerën që kishte këtu në kuriz. Ajo sigur e tradhtoi, ajo e prishi më shumë. Ky që ti goce e prish atë skenën. Si aktor e mirë, si aktor e mirë. Ai nuk i si për Cannes. Nuk je për Cannes. Për ato çmimet që japin atij. Por ti mendon pra që ka qenë gjitha, ka qenë stisur e ndërtuar nga vetë produksioni, nga gjithë ata që punojnë aty, edhe vetë ata drejtuesit, Ledion Liço, pra ai që drejton moderatori i këtij programit, nuk është se reagoi që të kishte emocione, gjërat, që ku diun, si shpullë, konsideroj kështu. Pas asaj pastaj filloi ulën prapë në tavolinë ato aty. Doli ky, u harru fare pastaj se ç'a ndodhi aty. Ulën aty edhe ky person që ngri shpullën. Vazhduan, qeshën, igua, si ishte, që ishte dubla, kupton? Ajo ishte... Por u futët e policia, kjo duhet dalë unë, që u futët e policia shkoj e mori këtë. Po jemi policia që thash për t'i dhënë ngjyrë, për ta bërë më reale skenën, domethënë që u godit, domethënë tregoi dhunë atje dhe edhe autoritetet si të sensibilizuara që janë vepruan në mënyrë të rrufeshme. A ka parasysh? Po ti mendon se ka qenë plotësot mozaiku. Po, plotësot mozaiku, por a kanë qenë edhe pjesë e këtij skenari, mendoni ju, policia ose vetë institucioni përkatës? Jo më thjesht, hajdeni ju morëm telefonin se ndodh një skenë dhunë atje, hajde bëni sikur po ka po e nxorrën direkt nesër, pa gdhir dita e nxorrën. Po aq ishte edhe, kupton, i dhanë çik, ishte një serial që i duhej patjetër atyreve që të përqendrohej vëmendja te ajo gjëja që e gjën BBV. Kaq, asgjë. Aty pastaj ato tani, më kur kam thënë që këta tipat e kështu me një gur vrasin 5 zogj, aty nuk ishte vetëm kjo skena që thjesht të krijoshin atë, të rishin atë vëmendjen. Aty ka lë çështje në punë fetare, të ketë konflikt dhe mes njerëzve. Wall Kry që thoshte ai, po ka hedh kryqin para disa kohësh, e kishte mbushur kupën ndaj këtij, po. Po. E tani po dalin këto videot pastaj që shiko, ne jemi veriorët, jemi katolik, juve muslimanëve kështu, pastaj muslimanë nga krau tjetër, shumë mirë ja bori shaut, kështu i quajnë shaut, që janë këto. Tani po i marr vesh këto, se nuk i di që ishte shaut. Jo, se përveç pjesës fetare, por aty u kanalizua edhe kjo pastaj në përçarjen e etnive, midis duke thënë që edhe kjo, Shqipëri-Kosovë. Shqipëri-Kosovë, pra për shkallëzimin e saj që si mundet vllau shqiptar godet vllaun shqiptar të Kosovës. Pra ne do të vim atje madje pati edhe disa persona që në momentin që arrestoi policia, shkuan në komisariatin numër 6 duke bërë presion në thirrje deri diku edhe terroriste, që do ta vrasin, do ta bëjmë, do ta Do të thotë një pjesë që lavdëronte, një pjesë që ishte acaruar, pjesa që runte katolicizmi, pjesa që runte muslimanizmi. Pjesa që ishte pro shqiptarëve, pjesa që ishte kundra kosovarëve. Po. Me një gur, shive çfarë gjëra shkaktuan, me një lëvizje, me një skenim. Me 2 sekonda gjë, as 2 sekonda sa zgjat. Po, shive me çfarë fuqie më valla. Ajo pastaj mund vjen keq për atë pjesën, se të gjitha këto ishin teatrale. Mund vjen keq domethënë që u bë aq virale kjo gjë, saqë u trajtua nga shumë bloger, nga shumë kanale TikToku, YouTubei, u bë e madhe, i mbajtën edhe këta ison asaj gjës sajuar. Këtë po ma thulle mua. Se edhe unë deri diku e kam trajtuar, po e trajtojmë edhe tani, por unë e kam trajtuar me nota ironike, satirike, por çështja është ajo është nota e duhur. Por pjesa më e madhe e njerëzve e marrin të mirëqenë. Po po, siç e pan shablon direkt ashtu është, ndodhi, po i bim tani se u. Se unë thjesht e kam bërë për të matur edhe pulsin ku do shkojë, le të themi, pjesa e atyre njerëzve, pra ku janë. Madje kam thënë edhe që do të nisi lufta 3 botërore, për shembull pas shpullës por ose do shkojmë protestojmë për të mbështetur Jozin se e kanë arrestuar padrejtisht. Por me parë, po kishte njerëz që e mbështesin, ose mbështesin edhe palën tjetër, pra që
E kupton, ran pre e gjithë kësaj që u inskenua atje, domethënë, nuk i di kush ishte ai regjizori, nga i erdhi ai mesazhi që të ndërtonte të skenën atje. Po mirë, po të patur efekte të caktuara. E quan me fajin dhe regjizorin që është punonjës aty për shembull nëse ka ardhur me urdhër nga vetë drejtuesit e kanalit Top Channel. Aty vjen skenari dhe ato Top Channel atje thjesht marrin lekët. Po ishe ti vetë regjizor, do pranosh ta bësh diçka të tillë? Po ti isha unë regjizor, do kishin e qafe, se unë do doja të kisha gazetari të pavarur. Mi pa pavarur, qa fol ti më dhe? Ai gjitha i super kanale atje ti pavarur ai. Pse hoqen atë kush ishte presidenti Top Channel ai si kishe emrin ai më burr? Që aksidentua gjë me makinë. Tan Hoxha. Tan Hoxha. Ai thoshte, ai ishte burr tamam. Që thoshte që desha unë doja të kisha një kanal të pavarur, domethënë nga këto që na vijnë nga jashtë. Edhe nuk e durun atë gjë dhe hoqi qafe. Si hoqi qafe? Pse ishte aksident ajo? Po eca ai me shpejtësi dhe nuk i punonte freni dhe i ra një nga pemëve të lanës aty. Po ecë burr. Nuk hodhi vallën sipas këtyreve dhe të heqin ata. E kemi diskutuar, e kena përsëritur disa herë atë pjesë. Po nuk ju binde atyreve, ke probleme. Edhe ku është Top Channel, që është Top Sorosi, komplet top satanizmi është komplet si kanal. Jo ato tjera se s'janë, po kjo mban majën, është top. Se ti po thuaj që tanin presidentin e Top Channel e kanë vrarë thonë? Se vën dyshim fare. Nga momenti që ai kishte shprehur që unë dua gazetari të pavarur, aty ai i tha luenërve hapni gojën tani të futen. Po si mundet se aksidentet edhe ndodhin, gjëra që ai ka qenë njëri pasionant i makinave të mira, të shtrenjta. Ka pas ndërtuar jetën e atij që me po dhe rastis që t'ishte kreu i stacionit televiziv më të madh në Shqipëri, i cili kishte bërë një deklaratë të tillë që dua gazetari të pavarur dhe pastaj i ndodhi një aksident atij se nuk i punonte freni. Me aq dashuri të madhe që kishte për makinat, atë pjesë nuk e kishte vënë re ai, nuk ishte kujdesur për atë pjesë. Që kishte makina më të mira, makina më të mira që ka qenë të kohës atëherë dhe kur thua makina më të mira, flasim edhe të makinë luksi, por edhe makinë që janë edhe të sigurta. Po të sigurta pra, se nuk do hypej në makina kështu që ka rrugë i bë me kalu nga kontrolli. Thonë, janë shumë gjëra që nuk përputhen, që më çojnë tek kjo që thash. Po shumë janë vrarë me makina dhe këtu në Shqipëri, raste të tjera kemi plot edhe në rastet politik për shembull. Po njëjta gjë mendon ti se ka ndodhur edhe me rastin e Sokol Eldashit për shembull? Sokol Eldashin? Po pse vën dyshim që nuk e hoqën? Ai është njëri i mrekullueshëm më bër. Është një njeri i drejtë. Ai e donte popullin. Ai mendonte për popullin. Prandaj dhe e hoqën. Ai tjetri Prifti që kishte emrin, se kalon politik tani. Dritan Priftin? Dritan Priftin, Edhe e hoqën. Ati t'ja kishin thënë biles, që po vazhdove kështu tha duke na nxjerrë, ai kishte edhe prova me video, me audio, i kishte gjithë ai kundra atij që ka shkuar te gjysmë, është mrena dhe ai tani. Lirit. Edhe ai e hoqi. Kupton? Të heqin këta alla. Ja këta janë kështu alla, këta janë mafia. Po vendoset që jesh i drejtë, po vendoset të sillesh një të mirë. Por që na qëllon që shkojnë në kundërshtim me disa interesa, ato se kanë pra hiç gjë me të heq. Kollaj fare. Nuk mbahen për tipa të ndjeshëm ata. Na kelon pa fjalë tu, nuk unë edhe janë pak edhe tema sensitive, janë edhe gjëra që nuk lidhen shumë edhe me ato se çka bëhet, unë prekem shumë kur janë situata të tilla, por kur janë pjesë e realitetit, është edhe vështirë ta pranosh kur ndodh kjo lloj gjëje. Këto lloj skenarësh janë edhe të frikshme. Po sepse të frikshme janë ata atje që shohim në televizor. Po na dalin bukur, na dalin me po bukur të dalin më bër. Shkoni puthin dorën,
i përqafojnë. Po edhe Shkon ai aty ke familja ti që është keq atje. Po, po. dalin, Po, që çojnë Që në dimesa dhurata, me qesa gjëra, aty, po. po me ushqime, shiko sa na edhe kamera vu atje, po kur fiket kamera, ç'a ndodh pastaj? Aty s'na e kap më pastaj, se shohim atë. Ajo është e vërteta, gjithmonë e vërteta është përpas skena, jo skena. Mund thonë edhe njerëzit që pasi të fiket edhe kjo kamera këtu, mund të jetë e vërtetë tjetër gjë. Si qa, do fillojmë bëjmë karatene këtu? Ta jemi paqësorë? Alex, do të kalojmë në disa në dy le të themi mesazhe ose komente. Një koment e ke ti, komentet janë shumë ta, vitet po shihen shumë, ne nuk flasim për këtë se zoom krenohen ose të mburremi, ne thjesht ata që kemi ose që do jenë ose janë ose që do shtohen. Ky është emisioni 9. Që ta dini. Pra vetë ka lidhje kjo me nëndën? Jo, që të referon, domethënë që se teta për shembull ka lidhje me këto që thamë edhe sot. Po, pra ka vazhdimsi, ka është cikël në vazhdim, patjetër. Por sot u bazuam deri diku tek ajo se çka po ndodh në Shqipëri, fushata politike, interesi shumë i madh për njerëzit të dëgjojnë, ka nga ata që duan të dëgjojnë edhe këtë që themi ne, ka nga ata që kanë marrë hovë të madh, që presin, kanë pritshmëri të mëdha, që thonë jo po ky do e bëj tjetri. Po, prisin. Do e bëjnë. Do e bëjnë. Kishte një pyetje që kishte shënuar, që kishte ruajtur nga ato shumë pyetje që më duket se te emisioni 7 ishte ky. Se Aleksi është nga ata që i ndjek shumë, ju ndjek me shumë. Lexoni, komentoni, na ndiqni dhe na pyesni. Do përgjigjemi. Patjetër. Me ai sa kemi atë, nuk pa kaluar nëse nuk e dim. Nuk kemi pse të orientojmë gabim. Po nuk e dita, do kërkoj ta gjej, do i përgjigjem herës tjetër. E them, e pranoj. Nuk kemi dalë këtu me bë orakullin, shtim fallet, gjejmë përgjigje që si dim. Po, para se të kalesh tek pyetja, po ke edhe ata Alex që më bëri shumë përshtypje që ka bërë edhe një lloj hulumtimi, le të themi bazik, i thjesht që nga ata që të komentojnë shumë për sa përket që kemi folur për pjesën e fallxhorëve, për ata që merren me magji, me këto letra tarot, po. Kishte ndjekur, kishte parë një koment që janë mas ta që i bëjnë këto, duket sikur po i prek edhe interesat e këtyre njerëzve, madje një nga këto persona që të ka komentuar u merrte me këtë punë. Ashtu? Pse kush komentoi se kam vakë? Ishte një komentues që të kishte komentuar që dilte kundër asaj ky ja fut kote e tjerë, të kishte edhe sulmuar, por kur futesh te profili i këtij personit, ishte vetë që praktikonte këtë pjesën e magjive, u merrte me letra tarot, me magji. Po normalisht sa duket paske cënuar deri diku bukën e gojës, le të themi. Jo, duhet t'i cënoj shumë ata, sepse po marrin njerëzit në qafë. Sepse ajo magjia që ju merrni i bëni ata njerëz që t'ja nxini jetën pastaj. Sepse këtu kemi të bëjmë me forcat e errta, me demon, me gjona kështu të frikshme. Ju jeni kanalizimi që i jepni të drejta që t'i merrni në qafë ta njerëzit. Atyre i prishet jeta, i shkatarohet. Nuk shohin më dritë bardh ata. Sepse ju i lidhni ato, krijohet kontakt me botën e errët. Pra, s'ken ndërmend tërhiqesh nëse këta të komentojnë edhe nga ata njerëz. Jo, unë jam i Zotit, jam i dritës. Ja luftoj errësirën. Një nga ato pyetje që kishe, se s'po kujtohet një pyetje që kishe tek episodi 7. Po se po i referoheshim ngjarjeve të luftës së tretë, edhe pati çfarë ndodh në Amerikë, pra? Pyeti atje, po këtu në Amerikë çfarë emocioni ke, çfarë do ndodhi sepse unë jetoj këtu tha. Shqiptari, pra nga shqiptarët që jetojnë në Amerikë. Vajzë ishte kjo, nuk sa më me emrin tani. Edhe tani Amerika do të coptohet. Do bëhet gjithë ajo tokë sipërfaqe që është në Amerikë atje do kthehet në ishuj të mëdhenj apo të vegjël, po do të coptohet. Kjo do ndodhi tani shpejt apo për ndër vite, shekuj apo? Jo, çfarë shekuj shpur. Botës edhe po ka shpejt do të sobzohet ajo? Historisë njerëzimit i kanë ngelë 40 edhe 50 vjet histori dhe mbaron komplet. Po them për këtë tjetrën tani, edhe 50 vite. Po mbaron historia. Unë vazhdoj, i kam dëgjuar, po ku po prap nuk arrita shumë. Si për ty dot, Po jo, Alex, sado që ne bëjmë të podcastin, në këtë intervistën, të bashkëbisedimin, kaq thjesht në formën tonë, ti ma ke thënë edhe jashtë kamerave, e ke thënë edhe këtu vazhdimisht publikisht edhe për gjithë ata që na kanë ndjekur. Unë vetë kam shkruar titull këtë gjë. Po jera duke jetu kaq bukur, më kaq mirë, më kaq si edhe 50 vjet edhe. E thua edhe jashtë emisionit, nuk ka prapë asken këtu. Çfarë them këtu? Jo, jena shumë vërtet valla, do të thonë jena shumë I njëjti jam, s'kam maska. Që ti ndrojzi pas rastit. Pra 50 vite ka kjo gjëja që
Po, mbaron historia, bë dita gjykimit edhe fillon jetë e re pastaj. Do të Këta s'kan për ta besuar njerëzit. Kështu që e lejmë, flasim për këto që ndoshta i besojnë. Ne qartë, ndihet se më që merdi kështu ajo, merdi shumë natyrë shumë kjo gjë. 50 vjet apo Po çfarë nga natyrshmëria jote? Do të copzohet domethënë Amerika, do bëhet. Po, do të coptohet. Ishuj, gadishu, apo do ketë vetëm ishuj, gadishu s'ka shumë, do të ketë një gjë. Do të jap lidha kështu se të jap një imazh domethënë të thjeshtë që ta kuptojnë. Po, që ta kuptojnë njerëzit. Që kështu do bëhet copa. Jo se do e godasi dikush. Po si në çfarë do të bëhet copa? Sepse Amerikën ka aq fuqi sot, domethënë që nuk ka forcë ta shembi. Ajo do shkatrohet nga këto që neve i quajmë fatkeqësi natyrore. Ka 2 vulkan aktiv nga poshtë. Për ata që jeton në Amerikë do ta dinë këtë. Njëra është tek ajo që quhet Yellowstone, dhe tjetra është zona që quhet San Andrea. Ka 2 vulkan aktiv. Edhe pritet nga momenti shpërthejnë. Ajo do ketë pasojë në gjithë botën. Gjithë botën. Po, do shkazohet. Ka për të dalë aty domethënë një fuqi aq e madhe, domethënë dëndur ty. Do ketë domethënë njerëz humbje jetësh. Po, patjetër. Patjetër. Ktu ç'a ndodhi me atë tsunamin artificial që e bën me harp herën e fundit, me këto Kalifornit që preku atje, edhe sa pati humbje. Jo me këto domethënë. Kur e parashikon që do ndodhi kjo? Kur e mendon? Të nuk e heqim të nuk parashikoj gjën. Parashikon, nëse përdorë si ndjes. Si kish kuptojmë pastaj. Nuk e di, atë s'mund ta them. Kupton sepse ajo vulkani Po çfarë të shtyn që ta thuash që do ndodhi tani shpejt? Po sepse çfarë po ndodh që ti mbështetesh që do ndodhi tani shpejt? Sipas atyre që kam lexuar, domethënë ato shkencëtarë që e ndjekin këtë, ajo magna, ajo domethënë ka fuqia shtytse që i jep nga poshtë, që i jep atë shpërthimin në fund fare. Ata që merren që studiojnë këtë, po ka arritur domethënë shumë afër me sipërfaqen. Që do dhe shumë pak domethënë që ti plasë ajo kori aty që është në fund, në maj atje dhe t'ja japi një. Vetëm nxjerrë fuqia, vetëm vrull, do krisi tokën. Edhe ato do hapen pastaj. Edhe madje për Amerikën. I themi në aldit në gjë që apo s'ka ç'a bën, nuk ka ç'a bën, ka në gjë që mund ta parandaloj, mund të apo s'është ndjeni fare me atë. Në Aldin kanë parashikuar Simpsonat që do e vrasin në 23 prill, ku dëgjon tani. Tani? Po, ja kanë nxjerrë atit. Mas javë. Unë nuk Mas javë që se shumë gjëra si komenton për këtë pjesën e kësaj. Ç'a mendimi ke për këto Simpson që kanë dhënë her pas here ndër vite, kanë dhënë mesazhe që kanë ndodhur brava. Ato janë ata. Po ata vetëm që ata nga mbrapa që na japin forma të tjera. Dhe e kanë këtë Simpson jo vetëm aty, po i kanë mshuar shumë kësajt, serialit gazetimor. Ta kam thënë, këta përpara se të bëjnë diçka, të japin të kuptosh deri diku ç'a do ndodhi. Po e kape. Po tani këto kohë të fundit kanë dalë shumë hapna. Flasim nga ato simbolikat, pse ç'a do të lexosh ti domun për te asaj se çka të shfaq. Po. Siç ta bën, ta sjellin kështu në formë gazetimore të pafajshme ti tani. Edhe po aty thot vërtetë më të mëdhaja që do ndryshojnë shumë gjëra në rrjedhën e historisë. I ti kalon aty ato. Po ti mendon se deri tani çdo gjë që kanë thënë ato ka dalë. Mendon se mund ta realizojnë edhe këtë me ato kanë nxjerrë edhe vdekjen e Trumpit, atit Putinit aty. E ke edhe aty atë? Po. Po e di që Putini nuk do jetë mas luftës së tretë. Nuk do jetë ai që do udhëheqë Rusin, do jetë dikush tjetër. Për Amerikën tani që ti kthehemi prap tani edhe një shëndor jon ka parashikuar që ka fjetur në 2015-ën ky. Ky kishte thënë që në ato gradaçelat që ka Amerika atje do jetojnë kafshtegra. Mbrëmën? Po. Gradaçela kafshtegra. Po, do jetojnë kafshtegra me kuptimin domethënë po ta analizosh tani këtë i bie domethënë që fakti që do jetojnë kafshtegra në gradaçela. Po, me krokodila me kështu. Do jetë zbraz vendi atje. Popullsia atje që do mbetet do transferohet në përvendet rreth Kanada. Do hapet llotari shqiptare nga ato që janë në Amerikë, që sot i nga Shqipëria llotaria amerikane, do vinë nga Amerika do aplikojnë për Shqipëri për llotari shqiptare, Ndoshta do vijë kjo ditë. Do të thënë me aq dëshirë sa e kanë që të shkojnë atje, ishim, më doli llotaria do shqiptare, llotaria shqiptare. Do aplikuar vizë për Shqipëri. Po, do e marrim më me qefa të kthimin pastaj. Tani thot atje është ëndër American Dream, thon atje ëndër amerikan. Se atje ta shtrojnë me qilime atje, po shkove në ato tokë bekume të atyreve atje. U zgjidh jeta jote, ardhmja jote. Pastaj do dohen me zor që të vinë. Doli llotaria shqiptare, gjeta anije për të kthyer në Shqipëri. Gëzim i madh aty. Tani që jemi edhe pak mos
jo se jemi serioz ne, por për pyetjen që ka bërë edhe zonja ose zonjusha për sa përket jetës saj që ka ndërtuar në Amerikë, çfarë sugjeron? I sugjeroj që avash kthehet këtu. Pa të e thamë fillim neve, ishte dhe se për i bashkëm thirrjes dhe këtij gjati tani këtu. Po duke sigur e kuptova që në mënyrë se si e the, doli kështu po bravo. Unë nisa ta thoja tërë entuziazëm që të ktheheshe këtu, pastaj thash po ta sillesh. Po do jetë, sido qoftë, do jetë më e sigurt se sa atje. Alex, unë kam prerë një pjesë të vogël nga podcasti që kishim herën tjetër, për pjesën që ne e kemi thënë edhe disa herë për sa përket femrës që këto nxorën nga shtëpia për ta taksuar. Dje kam hedhur dhe aty na ka ardhur edhe një koment. Është një ndjekse shumë e rregull se e kam hasur her pas here edhe këtë komentin, emrin e personit, ku e falenderoj shumë të gjithë ata që na komentojnë her pas here dhe ndajmë mendime serioze me ne dhe marrin shumë seriozisht atë se çka ne i ofrojmë pra për kohën dhe për gjithë informacionin që na jep Aleksi. Po ashtu është, femra doli nga shtëpia, fëmijët rriten me dado dhe bën të rrezikshëm për shoqërinë siç po ndodh. Alex, thotë të pyes. Një komshiu im mendon se ka demon brenda tij. Ka shqetësime, pagjumësi e tjerë. Si mund ta ndihmosh tot? Tani janë dy tema këtu. Jo, thjesht ka bërë një lloj mbështetje të asaj që ti ke thënë ose kemi thënë bashk, për sa i përket që nxorën grua nga shtëpia, futën datën dhe fëmijët sot po rriten të rrezikshëm se janë pa dashurinë e nënës, pa përkujdesin, pa edukatën e nënës. Kur themi nxorën nga shtëpia, mos e kuptoni domethënë sikur e nxorën nga burgu dhe tani po jeton lirin atje jashtë. Me kuptimin e nxorën nga shtëpia do të thotë e nxorën nga roli paror bazik që ajo ka. Po, atë mbështet edhe zonja. Po. Atë po mbështet edhe zonja, atë po thotë. Okej, po, ashtu po. Jo thjesht u zbërthyn nga kafazi. Jo, e nxorën po me idenë edhe për të taksuar. E nxorën nga roli, por edhe këtë e zëvendësuar le themi dado ose me një person tjetër që kopshi çerdhja, s'ka kohë ta edukoj më. Sepse thon disa po kemi punë, do shohim edhe karrierën e kështu me radhë. Ore, sa dashuri jep mamaja fëmis që e ka nxjerr nga barku e vet, është gjaku vet, e ka arrit me gjirin e vet, nuk ja ofron as dadoja, as kujdestarja e çerdhit dhe e kopshtit. Ta harroni atë. Fëmia ka nevojë për dashuri të plot, që e afron vetëm mamaja. Këtu kësaj të vije po i qëndroi dhe kafshët olla, ke pati shkoi ta mbaj dhelprat, mbaj fëmin e ku dëgjon leprit. Atë mendova dhon direkt atë tham. S'ka mundsi, nuk shkoi në kafshë tjetër. Kupton, dhe ato që janë kafshë qëndrojnë një vije, domethënë. Kurse robi domethënë ja kanë bombarduar, kanë futur aq i dekoti pa lidhje, e kanë çorientuar fare. Sidomos sot femra po është abuzuar. Po nëse edhe natyra si po qëndrova po ke leprurin, ka ardhur natyra që po na jep mesazhe të forta shumë. Po mësojmë nga ata tani më burr. Ti ke ujkun që mund të rri me delen, ujku me delen, rrim bashkë nuk ndodh gjë. Kurse njeriu me njeriu po e han. Po, pash tigrin atje që dikur po, si kemi fol për punën e tigrit ne, Ishte tigri atje. Kemi fol edhe me tigrin me videon e tigrit. Po e matë fëmin e ka prollit kështu dhe nuk po e kafshonte valla. U afru tigri tjetër po e mbronte më burr. Kur e pash atë s'kenë thash jo, s'ka mundsi më valla. Nëse kur do jepet ai rast ta llaborojmë aty ta shfrytëzojmë. Po rastin e Luanit, ai pjesë s'kemi fol për rastin e Luanit, për ngjarjen që ndodhi në Shqipëri që shkon ai tek Luani edhe e kafshon Luanit tek Safa. Po, ato i nguli ato dy dhëmbë. Nguli dy dhëmbë. Po, ç'është idiot më burr. Ç'a është ai budalla, po kruhesh me Luanin më burr. Mirë tha njëri atje. Tani shive aq po parum jemi neve sa skema më kafshë shtëpiake mace dhe qenë valla. Kena nxjerr kalamojt prindërit nga shtëpia, kena fut Luanin pra. Rasti që theti pra, e theti edhe. Në Amerikë për shembull do ket kafshë tegra. Po, do jeton në Venezuela. Jo më larg se në Fier. Fier, po. Edhe ata habitën që ata që komandojnë botën që kanë kret. Po valla, ky planeti çuditërave valla. Ky mund të jetë një nga ata pesë, jetë me Luanin. Ky është planeti Harry Potterit valla, ke gjitha çuditërat, hapeni çikse, thjesht mbajeni diku një në mendje. Jo direkt e kapakun, nga që sa ta televizori. Mbaj në mendje para se t'ju vendosin çipin, se kur t'ju vendosin çipin pastaj, te çipi pastaj shoku shihin episode të tjera. Alex, që të qëndrojmë për ta mbyllur se mos zgjatemi të bëhemi të mërzitshëm, duke falendëruar shumë për durimin dhe të gjitha që na ndjekin. Pyetja pasuese është pra një për komshiun pra që mendon se ka demon dhe shqetësime dhe pagjumësi. Po ka plot si ai, si rasti. Ka plot, patjetër. Ka plot, po ai nuk e di çfarë është tamam. Ai se kupton, ai rastet e tilla shikojnë ta trajtojnë domethënë duke shkuar te doktori, te psikologu, te psikoanalisti, te këto, nuk ka zgjidhje tek ata.
ose kur i kalon nëpër skanera, mos nuk shkon mirë një organ i trupit edhe të shkakton atë pagjumsinë, edhe i thot doktori, më vjen keq mos po gjasë i gjotë, i thot. Nuk i kap skaneri ato janë gjëra mbi natyrshme. Veti si njeri, pa u futur në profile ndryshme ose ku diun. Ti si njeri, çfarë mund t'i japësh edhe zgjidhje, si mund të qetësohet një person? Zgjidhja është tek episodi i tretë i diskutimeve tona këtu. Që folëm për atë rastin e asaj vajzës. Asaj Ninës. Po jo vetë si njeri, pra ç'a mund bëj të largoj, të punoj pak me mendjen vet, të ushqet pozitivisht me jo, po njoh një rast që thot kjo zonja këtu, njoh një rast të tillë. Edhe madje fola pardje me një person të tillë. Fola pardje. Edhe i thash se i kishte folur një tjetër që kishte parë një emision nga YouTube, nga ato që diskutojmë ne këtu, edhe takoj mua nga afër, ai më tha si ishte ajo puna magjisë, sepse kam frikë se mos kam ndikime dhe unë tha, edhe të pim në i ditë në i kafe, tha ta diskutojmë. Dhe këtë e kishte thënë dhe ti shokut vetë. Edhe shkova unë se ka dyqan ky shoku vetë. Shkova atje, jam ai filani që ka përmendur ai shoku jot, i thash unë. Pse ti ai? Po i thash çalli. Shkove, tregove i gatshëm për ta ndihmuar. Po, se kishte një dyqan këtu, unë shkova me bledhe ca gjona. Edhe më ndoshta e takoj tani mbasi ndahemi. Shkoj të takojmë pastaj, ose nesër maksimumi. Edhe i thashëm si ke, ç'a ke ti, tha, ç'është si me kë? Mu më duket se e kam nga brenda atë, tha. Kam një nga ata demonët, e kam nga brenda, tha. Nuk më lën të flej gjumë, edhe më kapin kriza nervore natën. Tani, s'janë tamam nervore se më shkon gjithë trupin ai. Sikur më kam fund korrent. Tronditëm komplet kështu. Po i thashëm, po gjatë ditës kur je këtu që jem punë, thashën, nuk i ke këto kriza, këto probleme? Jo, nga darka, tha, vetëm. Kur jam kështu domethënë para se të flej, edhe nuk edhe si i ka syt ai të skuqur ato nxira nga pagjumësia. Edhe do takohemi që t'i them kam ca gjëra parasysh që mund udhëzimi që mund t'i jap jo unë. Pra, që ta hiqin edhe nga mendja, nuk është Aleksi, unë ose dikush tjetër të fiksojnë tek mendja, as psikologu ai që të jo të shëron, por që të le të themi të t'japi atë drejtimin e dur, nuk e ke atje, harroni. Vetë do ta kesh edhe me veten, çdo kush e ka edhe me veten. Do ta ketë edhe dua të marr vesh nga ky ku shkeli diku gabim, ku i dha shkak atyreve, se këto janë çështje demoniake. Ku i dha shkak atyreve, si ajo vajza që i dha shkak, edhe filluan të kishin të drejta ata. Edhe do të flas çik më gjatë me këtë si ishte në orar pune në ato momente, dhe tha do ulemi për kafe kur takojmë herës tjetër. Edhe ato që bleva mi dha dhe pa lek biles. Aha, ti dha pa lek. Se bleva ja dy gjona atje, vetëm tha, se sa i thashu na ka zgjidhje për këtë që po vuan ti, sa ja thashu këtë i cili fytyra aty. Nuk i du lekët aty ka faj. I ke ushqyer pra, është ajo që po thoya edhe unë me fjalë tjera, ndoshta që i ke ushqyer anën pozitive. Dhe normalisht ato janë ato, siç e ke shpjeguar ti në episodin e tretë, që ato janë duke jetuar atë botën e errët, pra ushqen negativisht, mendojnë negativisht, çfarë do lloj gjëje. Pra shohin çdo gjë errësirë, shohin të errët dhe normalisht ato kanë nevojë për atë dritën që të shohin gjërat që jo Alex është i keq ose se ata mund të shohin gjithë duke i menduar që të gjithë janë të këqij dhe bëhen shok me pjesën tjetër të botës së errët. Janë shumë që janë bërë pjesën e errët, po këto raste që po themi tani janë raste kështu të theksuara tani, se zakonisht ato ndikojnë nga jashtë, me mendime ato. E ke parasysh atë shprehje që themi ne ndonjëherë, më erdhi një mendim, e di sa e vërtetë është ajo? Më erdhi një mendim, por nuk dim vazhdimin. Nga të erdhi ky mendimi më shoku. Se vjen dhe knej, ti je në mes. Po, ti je pra që do të punosh fort me veten që mos marrësh atë nga krau këtej, të marrësh atë nga krau këtej. Ato që nxishin te Tomi e Xheri që shifin me si kuklla që dini këtej, ato me ato sfurqet. Me sfurgun aty, kurse kjo tjetër me atë harpën atje, e ato janë të vërtetë ato. Ndoshta jo ajo pamje që dalin aty. Shon si ka dikush e ka me pamjet e tij, ai personi që ke takuar ti, ai mund të ketë një lloj pamje tjetër, dikush varet se si është bota, është gjithë secilit në pjesën e fantazisë ose kreativitetit që mund ta ndërtojë një imazh caktuar. Dhe zgjidhja nuk janë as psikologu që janë granazhe të sistemit tha për t'ju mbajtur me shpresa siç bëjnë politikanët që ju ushqejnë me shpresa, as ilaçet e farmacive që dhe zinxhiri farmaceutik është i tyre që u pasuruan gjatë kohës pandemisë pafund.
Zgjidhja është ktheuni tek Zoti, kthimi tek drita tek Zoti. Vetëm ai bën ndërmand këtyreve, që janë angjë të rënd këta, që u kthyn demon pastaj. Këta çfarë bëjnë këta? Futen nëpër njerëz, ndikojnë me mendime, i bëjnë lëmsh gjitha. Ata nga pas. Kthehun te e vërteta. Alex, unë të falenderoj shumë. Ishte kënaqësi për bisedën kaq të thjesht, bukur, modeste dhe për gjithë të pasqyrë me informacione që ti i ke prekur, i ke jetuar dhe i jep edhe për ne, për gjithë ata që edhe na ndjekin. Uroj që të jetë në dobi të gjithë atyre. Ne këtu s'kemi as sponsor, as përfitime, dua shumë që thjesht t'ju ndihmoj asnjë gjë tjetër më tepër. Maj sa di. Të falenderoj shumë. Gjithashtu. Miq, ju përshëndesim, uroj që të merrni më të mirën, prandaj edhe unë në hyrjet e mia her pas here kur bëhet e hapje, përshëndetje miq të Piskut, uroj që të jeni mirë. Kjo është ajo që është shumë e rëndësishme. E mira të mbizotroj në zemrat tuaja, në familjet tuaja dhe kudo ku janë shqiptarë dhe njerëzit. Amin. Japim dorë njëri tjetrit. Ju përshëndes.